Sot dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm policisë shtetit që lidhet drejt për drejt me mënyrën se si ne komunikoj me ju dhe me publikun. Ky vendim nuk vjen rastësisht, por është rezultati një reflektimi serioz mbi reagimet e shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre për impaktin negativ që krijon në shoqëri, mënyra se si përcillen çdo ditë lajmet mbi ngjarjet kriminale dhe shumë lajme që ne japim nga çdo qark në përmbledhjet ditore. Policia e shtetit do zbatoj një formë të re komunikimi më të përgjegjshme, më të strukturuar dhe në përputhje me modelet më të mira evropiane. Dua të theksoj qartë, kjo nuk është një tërheqje nga transparenca. Përkundrazi, është një hap përpara drejt një transparence më cilësore dhe më profesionale, sepse ne besojmë se qytetarët nuk kanë nevojë për më shumë informacion, por për informacion të saktë, të verifikuar dhe të përgjegjshëm. Një informacion të matur që mos të ndikojë te perceptimi negativ dhe te kriminalizimi i shoqërisë. Çfarë ndryshon konkretisht në formën e re të komunikimit? Së pari, të gjitha dhënat statistikore, mujore dhe vjetore mbi kriminalitetin dhe sigurinë publike do të jenë të aksesueshme në mënyrë të plotë në faqen zyrtare të policisë shtetit. Së dyti, për ngjarjet dinamike, titullarët e policisë në vendngjarje do të japin informacionin e nevojshëm për mediat dhe publikun, në kohë reale dhe të shoqëruar me informacionin paraprak nga zëdhënësje e policisë. Kjo praktik tashmë ka nisur dhe do të konsolidohet edhe më tej.